sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka ka firmosur në prill një kontratë lobimi me vlerë $6 milion me kompaninë Continental Strategy dhe si garant në SBA ka dalë Nureddin Seci me origjinë nga Tropoja, antar i shoqatës Vatra. Continental Strategy u themelua në 2022 dhe është një firmë konsulence e lobimi e specializuar në marrëdhënie me qeverinë dhe strategji politike. Në kontratë citohet se kompania amerikane e lobimit bie dakord t'i ofrojë PD-s krijimin e marrëdhënieve me aktor kyç në ekzekutiv dhe legjislativ për të lehtësuar zhvillimin e politikave, mbështetje për promovimin e demokracisë, nisma kundër korrupsionit e reformave qeveritare në përputhje me marrëdhëniet SBA-Shqipëri, në përputhje me objektivat e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në kontratë saktësohet se klienti, në këtë rast PD, apo nëpërmjet garantuesit të tij, do t'i paguajë një tarifë mujore prej $250,000 për 2 vjet. Pagesa për 3 muajt e parë kryhet në momentin e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje. Edhe pse nuk është saktësuar, ka dyshime të arsyeshme që kjo kompani të lobojë me Departamentin Amerikan të Shtetit edhe për heqjen e non gratës Sali Berishës. Pas kontratës së publikuar në media, PD sqaroi se parat do t'i paguajë fondacioni Make Albania Great Again, një organizatë e krijuar nga komuniteti shqiptaro-amerikan, dhe PD s'ka barë financiare apo detyrim kontraktual në këtë marrëveshje. Pasi kontrata u publikua, SPAK vendosi të kryej verifikime, ndërsa Partia Demokratike nuk ngroi të sqaronte se është transparente për kontratën me avokatin e Trump dhe sulmoi SPAK-un duke akuzuar se po ndikohet sërish nga Edi Rama. Continental Strategy me seli në Washington ka lidhje të ngushta me administratën e presidentit Donald Trump dhe meluesi Carlos Trujillo ka shërbyer si këshilltari i fushatës së Trump dhe si ambasadori i SBA-s. Kompania ka lidhje të forta politike me figurat kryesore të Partisë Republikane, shefen e stafit të Donald Trump, Suzy Wills dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Pasi vajza e Suzy, Katie Wills, është drejtore në Continental Strategy, ndërsa Alberto Martinez, partneri menaxhuesi i kompanisë, ka shërbyer për 1 dekadë si shef i stafit të senatorit Rubio. Mi brama dhe mi se erdhët në 360 gradë me këtë ndërkallje shpjeguese, u munduam edhe kësa radhe të edhin dritë për një debat. Është një debat shumë i madh që lidhet me këtë kontratë lobimi. Bile sot doktori, sot para pak minutash mund themi, doli dhe dha një konferencë shtypi enkas për këtë. Pra, dua të shpjegoj që nuk është se kemi një lloj tendence që me këtë gjë, se vetë Sali Berisha që është kryetari i Partisë Demokratike doli dhe bëri sqarime të tjera që do t'i japim pak më vonë. Pra, është ndoshta guri me të cilin pushteti godet opozitën, por edhe opinioni publik ngre pikpyetje. Ç'është kjo kontratë? Që janë këto $250,000 në muaj për çfarë? Si do përdoren? Ku gjetën paratë e tjera? Sigurisht i jep një përgjigje doktorit, do japi një përgjigje në këtë pjesë të parë të emisionit dhe ne si panel. Jam këtu me Anduana Dhabani, mi mbrëma Anduana. Gazetare investigative, Enida Bozhegu, mi mbrëma. Avokate dhe eksperte të drejtës. Me zotin Roland Beko, politolog, mi mbrëma zotin Beko. Faleminderit që jenë 360 gradë. Dhe rikthehet avokati Edmond Petre, mi mbrëma avokat. Në 360 gradë, pritet Ilir Demalieri, cili ishte duke bërë luftën e tij në podcastin më të fundit dhe sa të vit do të pozicionohet në panel. Tani, unë sugjeroj që ne ta japim datën sinkronin e doktorit për të hedhur dritë mbi interpretimin më të fundit që Sali Berisha i bën këtij po themi këtij granti $6 milion, nëntën nëse ka mundësi, e shoh. Continental është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të Partisë Demokratike. Kjo kontratë, kjo është e afishuar në entin federativ amerikane, kanë të gjitha aty, s'ka asgjë sekret aty. Janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion. Ka firmosur zoti Noka. Po, çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur, po jo palë kontraktuese. Në rastin me
me zotin Krista Sivita, ne jemi palë kontraktuese si PD, në rastin tjetër, palë kontraktuese është fondacioni, Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Po kontrata është midis avokatit të famshëm dhe fondacionit Make Albania Great Again. Pra të nderuar miq që jeni sot panelin tim, fondacioni më i ri Make Albania Great Again ka për një fond, po themi, patriotik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku presupozohet që çdo amerikan o shqiptar i cili i rreth zemra djathtas, pra është me doktorin, dikush 100, dikush 200, dikush 500, hedhin para aty dhe krijojnë një fond, paktën kështu e tha doktori, sepse Partia Demokratike nuk merr përsipër asnjë qindar për këtë gjë, nuk ka para për ta paguar. Pra se thuash, pikpyetja që ne shtruam nëse ku do gjenden këto para dhe si mund të ketë Partia Demokratike kaq shumë para për t'i paguar për një lobim, doktori përgjigjet që jo, do jenë shqiptaro-amerikanë. Tani problemi është, avokat Petraj, përpara se të pyes zonjat, ore, një kompani lobimi, to legët i garanton, apo do presi sa të mblidhet fondi, se për shembull ja nuk u mblodh fondi. Kompania çfarë bën? Pa ju se ti avokat që bën kështu lloj kontratës. Shiko, idea e gjithë Ma shpjego si mekanizëm, pa qëndrim. Tani, ata vetëm kanë për kontratën. Për sa i përket me fjalë, kjo është vetëm kontrata me spalve dhe aplikimi nuk është bërë akoma në farat që është Departamenti i Shtetit, nuk është regjistruar si institucion. Unë futa sot dhe po e shikoja në atë librin e deklarimeve ishte vetëm Lulzim Basha që ka bërë një aplikim në shkurt për lobim dhe nuk ishe deklaruar marrëveshje, por e kishe bërë një marrëveshje gojore dhe çfarë pash aty, Partia Demokratike nuk kishte asnjë lloj lobimi për sa i përket kësaj këtu ku duhet të deklarohen që është... Tha pra doktori, se bën Partia Demokratike, bën fondacioni, doli fondacioni tani si... Doktori, shko, jo çdo gjë që doktori, edhe njerë, unë e u shpjegova. Avokat, të lutem, më kupto pyetjen, sepse ndoshta nuk po jam unë shumë i qartë. Pra, unë jam një kompani lobimi shumë e fuqishme dhe shumë e shtrenjtë. Dhe mua, nuk po duhet fare nëse ti i mbledh lekët pak e pak, apo i mbledh lekët gjitha me njëherë, apo den një zëmërgjëre dhe akput 6 milion, dhe den një zotëri, si të quaj janë dojna, zotëria që jep garant? Si? Seci. Aty ka da një Seci, që është një zotëri Seci, ka tropoja. Nuredin. Seci që cilë ka da garant. Pra, zonë dua një fond garancie zotëri se nuk talë mu me biznesin tim, unë Amerikane, në këtë kontekst. Pra ti tani që ka në i gjë këtu si... Shiko, të pak në nga ato që di unë. Ape ka marrë legët kesh, ma thuaj, si bëhet në këtë rast. Ato që di unë. Kontrata e cila është bërë me atë fondacionin, fondacioni është krijuar një javë përpara, të hymë në themel kësaj situatë. Apo e ke, 30 mars 2025. Është krijuar, kjo është kontrata që është bërë një javë përpara. Pasi është krijuar fondacioni ka defekte teknike. Para njërë ka adresën jo të sakt, që është kapur nga personazhet të cilët bën atë investigimin. Shtëpia ishe e shitur, pra ajo vila cile ishe seli e fondacionit ishe e shitur, nuk figuronte. Dhe pjesa tjetër që ishte, që nënshkruaj poshtë, ishe Flamur Noka, që thuaj që ishte të pjesa e koalicionit Shqipëria Madhështore. Të pak të në aty poshtë ashtu shkruaj. Tani flitet që është fondacioni Albania Great Again, po tjera e tjera. Po tani është rezik zoti Nova tani se mos të... Pa tjetër më është rezik. Po se ka firmosë? është në shkrusi i kontratës. është në shkrusi i kontratës. Tani, 2 personazhe janë në radar. Në shkrusi i kontratës Lobuse, ja ta mbaroj këtë, në shkrusi i kontratës Lobuse dhe pjesa e fondacionit. Pra, këto 2 defekte teknike dhe aplikimi për të bërë në Ministrinë e Drejtësisë, në Departamentin e Shtetit, nuk është bërë akoma. Pra, të paktën në regjistër, kjo është vetëm kontrata. Nuk është aplikimi. Aplikimi është më vete. Ja të dëgjojmë një version tjetër.
Një si e më thuaj Jo, të paktën unë kam version të kundërt me atë që thot Petra për sa i përket, sepse nga ana teknike të paktën edhe që të hënën, rezultoi që ishte depozituar ka dhe numrin, ka dhe firmat e subjekteve që është pranë agjencisë amerikane për sa i përket lobimeve. Por që nuk është publikuar. Një sekond, jo, është publikuar, se kanë gazetarë shqiptarë me sa diun Klodian Tomorri ka qenë, një nga gazetarë që nxorri nga interneti pikërisht në faqen zyrtare me gjithë kodet, me kodet respektive për sa i përket regjistrimit, dhe është një kontratë zyrtarisht e depozituar. Tani, problemi i kësaj kontrate për sa i përket sistemit amerikan, ajo është në rregull, të paktën derisa është depozituar, nuk mendoj që ato janë të gjithë super avokat, jo avokat, të cilët njohin ligjet perfekt dhe e kanë depozituar zyrtarisht. Deri këtu ka depozitim. Ma interpreto pak atë që tha doktori. Këtu duhet dalë. Tani, me sa po kuptoj unë, bëri një lloj interpretimi që ndryshe. Tha, është bërë një fondacion, Partia Demokratike nuk është marrë me këtë, por është marrë fondacionin. Tani, sipas konceptit, pakën unë si jurist, kur e shoh nga ana këtej bie që të jetë një kontratë trilaterale. Çfarë do të thotë? Ajo është një kontratë që janë dy subjekte që nënshkruajnë këtë kontratën, por subjekti që është ai që përfituesi është i tretë. Tani, kjo do të thotë që dhe i treti, në këtë rastin e PD-s, duhet ketë një kontratë me këtë Make America Great Again, me këtë fondacionin. Pra që do të thotë që në shkëmbimin kontraktual kemi përfitus Partia Demokratike, po vetë Partia Demokratike duhet ketë një kontratë të pastër me fondacionin. Zoti Noka, duke qenë se është përfitusi, pa dyshim që duhet bjerë dakord dhe e ka hedhur firmën te kontrata e parë që është depozituar në Amerikë. Pa jo me fondacionin direkt. Jo me fondacionin direkt. Pra fondacionin direkt e për kështu. Tani këtu është problemi. A ka një kontratë? Pyetja është. Atëherë, zoti Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, sipas kontratës që kemi në dispozicion, që nuk e mohon një që është autentike, mirë, ka firmosur të kontratë si përfitus direkt me kompaninë Lobusë. Bashkë me dy garantët e fondacionit. Bravo, me dy garantë. Me dy garantë, që është avokati Carlos Trujillo dhe Nureddin Seci, si e ka. Mund duket pak e ngatruar me janë ta që aplikimin të fara të Departamentit Shtetit nuk figuron aplikimi akoma. Me jep një plan të parë të ludhe, shif nga kamerat. Ja unisa në WhatsApp. Jep një shif nga kamerat të ludhe. Vetëm Lulzim Basha është në 92. Ja, deri të unëzim. Kjo është lista. Oke, dakor. Nuk rezulton që fondacioni të ketë bërë regjistrim aty? Nuk është bërë aplikimi, bërë në aplikimi. Në sistem aplikimi është bërë, pastaj pjesa e verifikimit dhe se si është ajo stadin e verifikimit. Por që është bërë aplikimi zyrtarisht dhe që është kërkuar me gjithë kodet këtë se mohon njëri. Edhe vetë Partia Demokratike ka pranuar. Na ndërtodhe një si fabël se avokatët janë shumë teknik. Jo, po kjo deklarata e fundit e Berishës kur i trazoi edhe më shumë të Qelbin e madh, sepse sot ne kuptuam që Berisha tha që gjithë kjo kontratë $600 milion nuk ka lidhje as me zgjedhjet. 6 milion. Më fal, 6 milion nuk ka lidhje. Më dhe 600 milion si dikuj tjetër. Nuk ka lidhje, dhe ngatrohemi dhe mirë. Nuk ka lidhje me zgjedhjet dhe është 100% e ligjshme. A i trëmbet zoti Berisha hetimit të SPAK-ut në këtë rast? Pse pikërisht, çfarë detyroi zoti Berisha të dalet thotë këtë gjë, që kjo është e ligjshme? Nuk e kishim vënë diskutim që përderisa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lobingjet janë të ligjshme, për sa kohë ato regjistrohen pikërisht në aktin e regjistrimit të agjensive të huaja, e quajtur fara, pse duhej që sot zoti Berisha të tregonte që kjo kontratë e firmosur nga krau i djathtit i tij, Flamur Noka, që nga e ligjshme dhe nuk ka lidhje me zgjedhjet. Ne dim që mandati institucional i SPAK-ut është të hetojë krimin zgjedhor, korrupsionin, përdorimin e fondeve, për të shmangur pastrimin e parave, financimin e aktiviteteve të paligjshme. A mos jemi këtu përballë një rasti kur Partia Demokratike riskon procesin zgjedhor? Po pse? Sepse? Pse SPAK-u e ka marrë, ka hapur një fajl për këtë gjë? Sepse ti je i bindur që SPAK-u pavarësisht se ka deklaruar zyrtarisht që ka nisur një verifikim, deri tani nuk ka deklaruar zyrtarisht që ka ngritur akuza. Por, zoti Berisha është nga ata personazhet politik që informacionin e ka absolut. Dhe në rastin kur në këtë orë të ditës punëtorëve, të orë të vonë të pasdites, ai del dhe jep shpjegime pikërisht. Faleminderit gëzuar ne që jemi punëtor,
Unë në të dy e punëtorë, se pa avokatët shuan punëtorë, Ne punojmë në emër ligjit, për ligjit. Ne gëzuar festën tonë dhe të shumicës që nga shef. Më tepër që shtresën e mesme shkriu Edi Rama, kështu që i bjemi ata që kanë qenë shtresën e mesme janë punëtorë. Unë ndi vetën gjithmonë më tepër afër proletariatit dhe punëtorëve. Tani, fakti që Zoti Berisha... Jo ekonomikisht, shpirtërisht që të seronë, do të thënë, bile në jerë shpirtërisht, se jemi shtresë e mesme të turpës ta mohojmë, por ndjemë shumë afër, po. Unë e perceptoj si një, le të themi, një alibi të një procesit panisur. Çfarë janë 3 pikat ku po niset hetim o verifikimi nga ana e SPAK-ut në lidhje me lobimin, që është diçka që e vendos vërtet, ose mund ta pranojmë që teorikisht e vendos në vështirësi fushatën zgjedhore për Partinë Demokratike. Pse habi këtë përshëndimshme tani pak është në opozit për demokratë, pse është e fundën vështirësi? Ja, edhe 10 ditë janë, çfarë ndodh? Po ndodhi gjithë ati? Përdorimi i fondeve. Kjo do verifikohet, pra. Kjo është në proces verifikimi. Po verifikimi nuk pengon procesin elektoral. Transparenca dhe raportimi, që nuk ka qenë. Ne kemi 4 ditë që merremi me këtë histori, akoma nuk dim çfarë po ndodh. Diku është, diku nuk është, zyrtarisht nuk figuron, na del një dokument. Zoti Berisha thotë është e lishme, nuk ka lidhje me zgjedhjen, ndërkohë Zoti Noka afirmos në emër të partisë si përfitues. Domethënë, ne duhet kuptojmë se çfarë meritmet e SPAK-ut çdo gjë që mund ndodhë do ndodhin pas zgjedhjeve, se zgjedhjet janë për 10 ditë. Ne nuk dim, mund të ndodhë edhe para dhe pas. Dhe përdorimi i fondeve nga ana dhe kontrolli i tyre nga ana e partisë. Kjo do ishte një incident i dhimbshëm do të them unë, po. Beko si e gjykon unë tani edhe këtë gabim ta kemi bërë, thua, ne të opozitës? Ose ti shë opozitës, ku unë sa tem, po do është e dhimbshëm apo se... Po, gabimi për njerëzit është? Gabimi është njerëzor, po. Errore umano mes, thonë në latinët, po. Tani doktorit s'pare gabon, e ka gjithmonë të drejtë. Ideja është që... Kusha, mos e ka futur, mos është një konspiracion kundër doktorit? Mos e ka bërë me të keq, thotë. Po me të keq, sepse ti mendon që gjithë ata që janë aty e duan. Jo, edhe doktori e di atë dhe u ka vënë festen si pas kokës dhe qire. Ja, u ka matur festen, ja u ka qeve i matë. Por, ka një gjë që... Si e gjykon këtë? Unë e gjykoj kështu që burimi, pra ata që nëzorën këtë kontrat që ishte bërë, ose këtë histori, e nëzorën për interesat e tyre, po, e nëzorën për interesat e tyre, nëzorën për leverdin e tyre politike se jemi në fushat. Kush e nëzorën? Kanë zjerë Partia Demokratike vete, kanë zjerë këtë... Këta që janë me doktorin, apo këta që bëjnë sikur janë me doktorin dhe ja fusin doktorin? Jo, kjo ka dalë me djenin e doktorit, sepse qëllimi është i tillë që ata kanë dashje të inkurajonin militantët dhe thonë, shikon, ne me Amerikanët po i rregullojmë gjërat. Shumë shpejt, ndoshta edhe këto ditë doktorit mund të hiqet non grata dhe u hap dhe fjala që javën e parë, do të thënë javën e fundit të zgjedhjeve të fushatës, doktori do shkojë në Amerikë. Kështu u tha, do. Po, u tha. Kështu u shit. Dhe mirë, po tani po ju kthehet në bumerang sepse ata bën një gabim tjetër, nuk e shoqëruan me transparencë nëse pretendojnë që kjo kontratë është e rregullt. Pse me transparencë? Sepse nëse do kishin dalë dhe të thonin, ta pranonin që shiko, ne jemi duke lobuar për këto qëllime, 1, 2, 3, 4 dhe mos ta fshehin qëllimin. Zotë Beko, se problem ti ke një defekt shumë më personal. Cili është? Që je shumë i drejtë. Po pastaj? Dhe mendon sipas drejtësisë civike në mendje. Ti thua që doktori e ka nxjerr vetë për të inkurajuar elektoratin. Ti mendon shumë drejt. Po të ishin 60.000 euro aty, kjo kontrata, hajde. Po të ishin hajde edhe 600.000 për 2 vjet apo 3 vjet, hajde. Po $250 në muaj. 250.000? Elektorat, në muaj mo? 250.000, se the 250.000. 250.000, pa, bimi 250.000 ma, se ku 250 për kanë për kikerika. Në rregull, 250.000, për pa thash, jo 60, 600, 250.000, në muaj edhe elektorati thotë, ore, po këto lekë sigur... Dhe kjo ishte një... Sigur të hanim një darkë madhe... Një pension... Kjo ishte e dyta që do thoja që u kthye në bumerang doktorit, sepse ka një gjë. Ata njerëz të cilët bëjnë fushatën elektorale të Partisë Demokratike po vuajnë për të gjetur ca para për fushatën, e para dhe dyta janë këta drejtuesit e degëve, të cilët janë heronjtë e vërtetë të Partisë Demokratike që po shpenzojnë nga fondet, nga paratë e xhepit, po strapacojnë për të gjetur para të tjera. Dhe kur ata e kam hequr në kurisë. E kam hequr në kurisë 13 vjet pas sigurime shoqërore kam qenë në Partinë Demokratike. Do jep dhe pa pension, pa le për të tjerat.
Kështu që në këto kushte po i kthem në bumerang, se unë shoh reagimin që ndodh brenda do të thënë miletit Partisë Demokratike në zgjedhje që thonë pritme një sekondë se ato para ne mund të kishim përdorur këtu dhe më të vështirë bëri edhe sot doktori me deklaratën edhe këtu e po e mbyll me deklaratën e tij kur tha këto para nuk janë dhënë për fushata, po janë dhënë për pas zgjedhjeve. Do të thotë që do të bënde atë punë që mund ta bënde nesër thjesht shteti në raportin ndërshtetëror. Nëse do të fitonte zgjedhjet. Por unë mendoj që u treguaj sinqert doktori, shikoj, duhet ta shikojmë me pozitivitet. Doktori u treguaj sinqert, di pse? Sepse doktori ka skemën. Për profesorin që unë kam, unë vetëm dyshoj. Doktori ka numrin. Sepse sa që ka besuar kot. Ashtu. Doktori ka planin 2. Do të thënë, doktori e di që zgjedhjet si fiton dot dhe do që të tentoj nëpërmjet lobimit të demontoj Edi Ramën nga pushtetin në rast se merr pushtetin. Shumë mirë, kjo quhet plani A, plani B. Plani A fiton zgjedhjet. Nuk i fiton zgjedhjet. Dështon plani A, dak plani B. Me planin B Heq Ramën nga plani B të gjithë e sheshi pastaj. Të gjithë e sheshi, por do të mbajnë të bashkuar militantët se ata pastaj do t'i largohen nëse humbet zgjedhjet. Po asnjë si largohen. Asnjë. Sa i ka humbur zgjedhjet, sa dush ti? I ka humbur, po këtë radhë ka dhënë premtime të mëdha, ka arritur pritshmërinë shumë. U tha, kur u kthye me foltorin, u tha për 6 muaj, tha, po ma dha të partinë mua, do rrëzoj Edi Ramën. Kaluaj një vit, e bëri revolucionin, e bëri mashbindjen civile, të gjitha. Unë mendoj që ata janë do vazhdoj të jetë aty sa të jetë gjallë, se ai ka ata janë aty gjithkohës, ata janë aty gjithkohës. Nuk e di do të qëndrojnë ata apo jo, po. Petra, se ti pati një nënqeshje kështu ndaj asaj që tha Beko për sa i përket që kanë nxjerrë doktori. Ti mendon që e kanë futur doktorit apo e kanë nxjerrë doktorit? Kam përshtypjen që duhet jetë pozita ajo që mund ta ketë nxjerrë si informacion, sepse e ka zbuluar qeveria thotë, dhe e ka për personazhet veçantë, unë aty dyshoj. Po. Gazetari në fakt, Zoti Petra, avokat, është opozitar. Është opozitar. Gazetari që e përdori? Jo. Të parën që e kanë nxjerrë këtë, unë e kam parë te Evi Kokolari. Është Plot Tomori. Jo, kishtë dalë më parë se të shprej Evi. Me që përmëndë Evi Kokolari, Evi Kokolari ka bërë shumë simpatike në fakt si personazh, po nuk del më, vetëm shkruan, se i kam thënë atë vishë, në thusa gjëra, sa jo nuk e në qëse në pani mënda, e ngriti doktorin i pjetestal në momentin më daragjik të Berishës. Edhe të dirë se shtoja unë kërë e shikoja atë moment, Qa thoja? Kërë e shikoja Evin që dilte në kratë doktorit, thoja, mano Evi, mos i jepni oksigen një kufomi politike, lere të ndjeki rrugën e vetë, fatin e vetë historik, se është për të mirën tonë. Edhe unë thoja në ato ko, në për studio, që nëse ne duhem të rëzojmë Ramën, pa hequr Berishën, ne nuk e rëzojmë do të Ramën. Pra, e para duhet jetë të rëzojmë Berishën, pastaj të rëzojmë Ramën. Kështu thotë i me gjatë Evi kryoj... Po ndodhi që u rëzuam ne dhe Berisha qëndrojnë bashkë me Ramën e do vazhdojnë gjatë. Evi një ka bërë gjithë masë dhe parashikoj fitorin e Trump. Mirë atë, po. Edhe e parashikoj, mirë, asi se spendomi duke si prallë. Pire tha rikëthimin e Partisë Konservatore në Amerikë dhe Partia Konservatore Amerikane do merte si të është në Seattle, do të adoptonte Partinë Demokratike me Sali Berishën. Do të bënde konservator Berishën. Po dhe do... Me qëllimet të mira. Tani ka një armisit pa para midis zërës Kagalari dhe... Një nga statuset të cilën ka dhënë para një ditëve, ka cilësuar, unë do të shmontoj... Oke, e kam këtu, kam 2 statuse, kemi bërë kështu. E kemi bërë si mini ndërkallë, këtu dhe më 4. Më duhet t'ju shpjegoj diçka për situatën absurde që shohi me PD-n këto ditë. Në radhë të parë, mund t'ju them se non grata e Berishës mund t'ishte hequr pa paguar $1 edhe nga individ që mund të bënin këtë për arsye të tjera, si për shembull ndihmë opozitës e të tjerë. Fakti që këta kanë paguar disa si Laci Vita dhe Trulio $6 milion nuk e ka bërë Amerikën me ta, siç thot Klamurnoka lart e poshtë, por ka bler disa konsulent që po mundohen të bëjnë para në emër të Trumpit. Trump as do të marrë para as nuk intereson paraja e këtyre. E njëjta gjë shkonde me Rubion, prandaj them, shanset do të ishin më të larta për t'i hequr njollën Berishës, nëse dikush do kishte lobuar me shpirt dhe do dinte si ta parashtronte këtë çështje në institucionet e duhura. Firmosja e kontratës tregon thjesht që në atë Shqipëri të vogël dhe të varfër, këta që nga realisht të korruptuar, sepse as oligarkët rus nuk paguajnë $6 milion për heqje njollash. Nuk e di që se të gjuat Kokalarin, ishte e qartë, apo? Po. Si mu ta zbërthejnë për publikon më mirë? Ajo... Me që ti e hape lojën. Ajo me këtë që tha,
tregon që pazaret të cilët po bën Partia Demokratike duke paguar para në këmbim të imazhit, të pastrimit të imazhit të... Pse e quan pazar, avokat? Po pazar është ai tani. S'është pa negociat. Të lutem. Jo, po përdore turqisht e pazar, duhet i gje ullët. Po se latinisht, italisht negociat, negociation, po s'është negociata, shiko, ajo në mënyrën se si e tha, në mënyrën se si e tha, po ta vjere, tha, këta nuk mund të bëjnë negociata me njerëz në kurizin e presidentit Trump. Me vjerë pa djeni në Trump. Dhe po mori vesh, presidenti Trump këta i goshdoj gjithë. Dhe kjo është logjika e gjithë situatës të cilët nëzjerë. Unë kam dikur me vëmendje gjithë atë opinionit të cilin ka shprehur, dhe e ka shprehur që unë do ta çmontoj, por pasi të çmontoj Berishën, a do më të ndihmoni dhe do jeni me mua të çmontoj Ramën? Kështu ka shprehur. Gjithë problemin që një më mozit për para erdhi dhe Amania, pa mozit për para kamës. Oke, ullon, nëse erdhi dhe Amania. E tjetër, në qofë se Donald Ermoshin, në qofë se ke shumë nesa, që mija të, njëra parë. Në dhe njëra parë. Pa precedent, s'ke asë një precedent penale si gjithë. Kam drejt 3 strajk që thojnë bezbol. Kam vetëm një. Vetëm një që. Ade, nuk e ja ndoj që këtë minutë në fundit, për fjallën e këtaj ti kontratës, por është një avokat aty, dhe manet se ti një Amerikan, dhe nga Amerika, është një avokat që Trujillo, dhe Koka Lari thot, a i Trujillo po i ma strong këta, dhe më thënë, për jep garanci fake, dhe më thënë, versioni Arsidi. Do ndërhyke Trumpi, në fakt, këtë Trujillo nuk ndërhyn do të këtë Trumpi për këtë çështje. E njef Trujillo, në ke dëgjuar si personazh? Ka qenë me fushat në Trumpit. Da, dojle fotografia Trujillo si papam. Bravo, ishte da. Dhe problemi është që kjo tashmë është e njohur turisht. Shumë politikanë mas i dalin nga politika, ose që kanë qenë kabinetet e presidentëve, bëjnë para me këto lobingjet, me këto venet e... Që Trujillo ka qenë politikan apo avokat? Apo avokatin ka qenë avokat i Trumpit, po. Si të bëhet nesër për shembull ministre Enida dhe i quhet gjithmonë avokate. Kam një gjuhë dhe unë që do bëhet ministra Enida në mandatin e 4 të Ramës. Pa tjetër, do më unë pres 2030-ën të kipesti. Të urojmë, pse jo? Pa e rejë, që është për 2030. Pres të kipesti, po unë e kuptoj që doni të dish një karta në tavolin, për nuk e dilni do. Jam më inteligjente sa. Kjo këto tash këto njerëz që shumë që kanë qenë politik, senator, kongresmen, njerëz që kanë qenë avokat në kabinetet e presidente, ku ta diun, këto pastaj dalin dhe krijojnë këto lobingjet, një zyrë për lobingje që i fitojnë para dhe po të arrijnë rezultat mirë. Po për ta mbyll, unë nuk them që unë nuk besoj që Amerika do të bi kaq poshtë, pasi ka qenë një hetim shumë i gjatë për Berishën, me disa agjensi që ka fillu me administratën e Trump, dhe pasaj këto bërtasin e bëri Bideni, kjo nuk është e vërtet, kjo ka qenë një hetim shumë i gjatë që ka fillu për 15 vjetë, dhe kanë përfundu në atë rezultat. Në qosë Amerika do të jetë bo Republik Banana, që të shitet për 6 milion, apo 60 milion $, dhe të përmysi vendimet e veta. Ma lobimës tani. E para... Nuk ka me 6 milion do për nuk për mundoni të bja Amerika. Dëgjo. Jo, vetëm një sekundë, dhe Marlia, të shtoj një gjë se duat të mbështesat e që po thuati. Tek CV-ja e Trujillos ka një gjë shumë interesante që thotë që kanë ndihmuar, thotë, në fushatën e Trumpit, por ndihma e Trujillos ka qenë për të garantuar votën e latinëve. Po pra. Ja vetë emrin pra, spanjoll, është hispanik. Dhe tash i latinët, ky që garantoj votën e latinëve, latinët janë bo pishman të parët që votuan Trumpin se ka filluar. Jo, se emision tjetër. Jo, du të them që këta dëmëtune njerëz që bëjnë para me ligje, por që është një korupcion në një korupcion, korupcion nuk është. Sa më thatë, pse thonë për opozitë është këtë fjane keqet Derisa është zyrtare, është publike. Turin, një gjë. Ta shfrytëzojnë njerëz që janë hall. Kush janë këta? Këta pra këta lobistët. Po shumë mirë. Këta kujtojnë se Trumpi rrotullohet shpinë e bardhë për Partinë Demokratike dhe për Berishën. Këta kujtojnë se vetëm këtë muhabet ka. Ai as do me ja ditë fare me këta. Këta shfrytëzojnë se po të ishte kështu Trumpi do e kisha dhënë qose kur thotë zotëria, po të ishte kaq e rëndësishme Trumpi sa hyn në zyrë ka bo sa
vendime mori, bam, do kishte shkry dhe një për Berishën, po kush e ka mene, këta shfrytëzojnë pozicionin që kanë qenë pranë Trumpit dhe i thojnë po ta rregullojmë. Po së dhim se të pak të gjë? Kush? Mos dhim po shumë mirë që Po që këtë Trujilio më tjetë një mashtrus që mashtron opozitës shqiptare. Po shumë mirë se mori parë që kanë 10 njerëz dhe burë, kanë parë që paguajtë tash. Problemi është madhe. Po mirë më ja bën gjë më të parë. Patriotët do, ja më jo. Po çi patriot më? Kanë parë patriotët të mbëtur tash këto. Pse nuk flasin këto? Pse nuk e bëjnë transparencë? Ore ti vet nuk e bëra asnjë donacione për një kauzë? Për një kauzë tjetër, po jo për një njerëz. Fitorin e opozitës më. Jo, më nuk është. Ore një njeri që është i rep zemra djatha. është demokrat, e ka kauzë. Dhe paguan rregulla pra. Ore se diskutuam deri në fundit. Qytetar me nënshtetësi amerikane, qoftë dhe rezident, se dhe rezidentët s'kan drejt voton, nuk kanë drejt të japin fonde për parti politike. Nuk e japin për parti, e japin për fondacionin. Për fondacion, pra. Të me i fondacion e gejtë të gejtë, sa e bukur qësëm. Edhe fondacioni nuk jetë do të objekti nuk është fare për partinë. Po pra, objekti fondacionit është gjithçka, se si i përdorti dhe i devion është... Jo më për partinë, kontrata bëhet me partinë. Është dhe problemi shqiptarve. Edhe me moneshtë se ka dalë një gjere. Ka dalë një gjere ke kontrata. Është fondacioni që ka bërë me Trujilion. Nuk ka bërë direkt Partia Demokratike. Partia Demokratike... Qa firmosi Flamunoka? Flamunoka ka firmosur si përfitues se bie dakord për të marrë shërbimet jo për të paguar, se këtu është edhe çik. Jo për të paguar, jo. Fondacioni je parë për një parti politike. Për një parti politike. Ilir, këta kujtojnë se është kaq e thjeshtë për të zgjidhur bisedën apo ato numrat e telefonit që mund të zotrojnë dikush për të komunikuar me Trumpin që jep ato mesazhet, nuk funksionon fare ashtu të paktën. Ata mori çik më thjesht. Ja thjesht. Trumpi është hetuar për një telefon që i ka bërë Zelenskit në 2019 për të deklaruar për një skandal të djalit të Bidenit dhe për të goditur Bidenin. Dhe i tha, nëse ti nuk e publikon, do të blokoj $400 milion investim. Dhe ka kaluar në fije të perit. Apo jo? E shpëtoi Senati. Po pra, e shpëtoi Senati, se normalisht ishte gati për impeachment. Po pra, iku ajo. Pjesa tjetër, këto janë skandale të cilët nëse e merr vesh familja Trump gjithë të loj, unë të garantoj që këta ka për t'i ekzekutuar. Ka për t'i larguar në mënyrën... Ja, ekzekutuar në kuptimin do i larguar. Shiko, a i ka për t'i larguar, sepse Trumpi është një person, Trumpi është një person pa parashikueshëm, dhe Trumpi hiqte sekretarët e shtetit një në 2 muaj e në 3 muaj. Mirë, se ju po jepni opinione, për publikun japim informacion. Si nuk është opinion. Në vitin 2017, Carlos Trujillo u emërua nga ish presidenti atëhershëm, Donald Trump, për të shërbyer si përfaqësues i përhershëm i SBA-s në organizatën e kombeve, organizata e kombeve bashkuara. Pra, se këtu e kanë shkruar të shtetet amerikane, po. Do të thënë, ka statusin e ambasadorit. Po qenë ambasador. Është diplomat, po. Është diplomat, është avokat, është lobist. Ore, kush e ke qenë? Qa status i zyrtare ka mërtutja? Një gjë status ka pas dhe presidenti. Po mi më dhe biznes. Që merret me real estate dhe që ka një, le të themi, portofol ekonomik shumë fuqishëm që lidhet me interesat. Është themelues dhe drejtues i kompanisë Continental Strategy. Përveç kësaj. Ofron shërbime lobimi, ofron konsulta politike. Edhe unë me Anduena dhe Benida jo është do studio ligjore në Amerika ofron lobime. Një kompani më. Janë shumë të veçantë. Jo është studio ligjore, është kompani me objekt social të përcaktuar vetëm ekskluzivisht për lobimin. Po pra me shprytje. Jo të gjithë kanë lobim të drejtën për ta bërë. Në vitin, shikon. Ore unë duat të di, ore se duat mua kompania këtyre. Një sekond. Unë duat di, në 2020 mos ta i vjedhin opozitës paradore. O, po qa opozita? Janë të opozitës, apo janë të 2020 turi? Kush i ka dhurujer? Në 2020... Na futi kjo Zoja Kovalja, na futi ato të cilë. Aji personi nuk pranoj dali dhe ajo me pushime. Për një ave kryoj fondacione. Kjo shifra me lartë e një partije... Kjo bo muj, kjo është një... Të kanë hynë në një... Kjo të regoj, që partia demokratike është kaq që dëshpërume... Këndvështrimi të bën mu,
Për këndvështrimin e një tjeri është e mundshme. Me mu janë të dyja. E mundshme dhe mu. Po pse nuk prononcohet Partia Demokratike? Po prononcoa more tha që do bëhet fondacioni. Në 2020, Partia Demokratike nga 1 janari deri në qershor ka paguar $60.000 për lobimin me Shtetet e Bashkuara. Pra, imagjino tani brenda 6 muajve, ai ka paguar $60.000 nga fondet e veta. Këtë trëmbin $60.000 o Petrej? Askënd. Ora në flasë do të çojmë lobimi bëri atëre këtu është edhe një frazë, të lutem. Çfarë do thoje? Jo, ajo që do thoja unë është kjo. Atje ku është e mundshme është dhe pa mundshme, dhe atje ku ka të pa mundshme sipas nesh mund të jetë dhe e mundshme. Do të thotë ata të cilët e kanë marrë për të bëjnë diçka për ato që ka kërkuar fondacioni për të mbështetur Partinë Demokratike pas zgjedhjeve, domethënë në qeverisje, e kanë kërkuar për të përmirësuar marrëdhënien midis Partisë Demokratike në radhë parë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një sekond. Kush e keq? Dhe dyta, thash që ka një ndonjë. Jo, po them unë po bëj të kundërtën e kolegëve të mi tani për të thënë që edhe mund të ndodhi, por që bëhet e pavlefshme në momentin kur merr pushtetin, se po morë pushtetin, ndërhyn shteti, marrëdhëniet janë ndërshtetërore, nuk kanë nevojë më. Jo, ti je me indikator që janë të bindur që nuk fitojnë po atë. Jo, atë thash në fillim që por është kjo, shikoni pak, ata që bëjnë lobime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ose ish senator, ose ish kongresmen, ose ish këshilltar e tjerë, prit, çfarë duhet të them gjë. Dhe të gjithë këta sa do të duam ne të ekspozojmë të hetojnë e tjera, ata kanë një lloj korrace mbrojtëse, do të thënë që u jep dhe pushteti dhe lidhjet që kanë. Kështu që mos të presim në një gjë të madhe që do na vinë Amerika këtu. Ne kemi të drejtë jemi negativ në gjykim, sepse të gjitha lobinjet janë politikën amerikane, lobinjet janë probleme edhe në politikën e Shtetit Amerikan, sot do të diskutohen çarmazat e të gjitha lobinjet shqiptare. Pikërisht kjo politikë lobinjesh ka pru këtë oligarki financiare dhe këtë fashizëm financiar që papaguhet në gjitha ata që punojnë në Amerikë. Ata kanë lishme, është tjetër gjë është. Kanë lishme, po e diskutojnë, pra po e diskutojnë se kjo ka një politikë. Gjithë Europa po kërkon të imitojë Amerikën, nuk është Amerika që imiton Europën. Sankcione, nuk e lejon si Amerika. Sepse në Europë fusin burg për këto lloj lobimesh, sepse quhet tangente, apo Anita, tani gjithmonë më tepër debati kryesor është që të bëjë një reformë ligjore për të futur lobimin si legal. Po nuk është kjo tema misioni. Ndryshe nga Amerika ka vendosur konfliktin e interesit, do thotë që një ish parlamentar europian, ish drejtues shtetit, nuk ka të drejtë të bëjë lobim. Ndryshe nga Amerika. Kurse Amerika ka më intereson humori i demokratëve dhe opozitarëve përgjithësi në lidhje me këtë temë. Edhe një sekond. Optika Luani, publicitet.